Ndryshe. Jemi rikthyer në ndryshe nga herët e tjera, nuk jeni me Elonën dhe Salsanon, jeni me mua Edean dhe me Salsanon dhe këtu kemi, unë I them goca jone shtëpis, nuk e di pse I referohem gjithmonë kështu Engjit ose kur kemi personazhe të radios, jam shumë e lumtur që ndoshta do të njohim në 360 gradë dhe në një mënyrë që nuk I njohim në emisionet. Kam një sugjerim, mund ngris pak tonalitet gjustoni? Jo, e di pse te Engji. Te Engji. Në emisionin tim unë jam lart. Vetëm lart. Doja ngrot. Vetëm lart. E doja të ngrot këtu, nuk e di pse. Mirë erdhe Engjina Sufi. Mirë se ju gjeta. Faleminderit shumë. Jo. Frika ime e madhe më fal, flasit çik. Fol. Është se mos të mirëmëngjes gjithmonë më gabon vetë. Po thuaj edhe mirëmëngjes, ka asgjë. Edhe mendoj një kështu. Ndjes gjë private them, Engji, keni një vend dark për shkakun. Kujdes mos të mirëmëngjesit, të vetë sa më gafa më e madhe. Më gabon vetë s'kam faj. Dëgjoj të ndryshova vendin sepse ti nuk I kapje këtu, kështu që tani të vura ke Blendi. Po, dhe ju jeni ndryshe. Unë do ri këtu ke ti. Ke Elona është Edea. Okej, perfekt. Që u bëfshim lëmshëm. Elona është akoma në ajër, është duke ardhur nga Italia, prandaj po po. Gjithmonë lart. Sa do donim të ishim dhe ne thamë Edem, po nuk jemi. Jemi këtu varja. Sigurisht që në pozicionin e të ftuarës nuk je aq komode apo ti je komode gjithandej. Jo, jam shumë mirë. Je shumë mirë, po. Sigurisht që jam mësuar me vendin tim edhe ti intervistoj njerëzit, po jo, jam rahat, po me ju jam shumë rahat. Okej. Realisht. Domethënë nuk është se jemi parë shpesh, në sensi që të vi shumë shpesh, po kur kam qenë jam ndier shumë mirë, se keni energji të mirë. Dëgjoj, folëm pak për GPT-n, për ChatGPT-n. Po, shoku I ngushtë I kohëve të fundit. Dhe në fakt unë nuk kam googulluar shumë për ty. Okej. Nëse do flas kështu, se për ju do vite shumë distancë kjo. Po them për ty më mirë. Okej. Kështu që do edhe për publikun të marrim ca informacione më shumë. Bukur shumë. Kush është origjina jote? Dibrane. Edhe nga mami dhe nga babi. Jam 24 karaçe. Që kemi patriot domethënë. Po. Okej. Shkollimi yt kush është? Universitetin kam mbaruar për drejtësi, të drejtë private dhe biznesi. Të drejtë private dhe biznesi. Business law. Që do thotë që ti merresh me këto me pozitë paluçme nga ana juridike, nga kështu gjëra apo? E drejta civile. Me një çik shoqëri tregtare dhe korporata, por nuk është se aplikoj tani këtë gjë, ëh. Domethënë s'ke pëlqyer shumë në e drejta romake këto gjëra apo jo? Po romake është e vështirë. Është shumë e vështirë. Nuk e di pse kam bërë unë shkollë drejtë romake, që s'kisha drejtësi. Po ti çfarë shkollë ke bërë? Sala, apo sa bëhet të pyetëm? Si jam unë intervistë shkollëve, sa punë ka bërë Salsano? Është tjetër. Jam Sa e rëndësishme është televizioni në jetën tënde? Shumë I rëndësishëm. Është shumë I rëndësishëm. Po se unë jam rritur gjithsesi në art edhe në televizion dhe mendoj që është një investim I shumë viteve, që në familje, me aktrimin, domethënë me shfaqje të ndryshme televizive. Jam rritur duke parë televizion gjithkohës, me ëndra shumë të mëdha dhe fakti që tani po themi e bëj këtë punë, është ndjesia, një nga ndjesitë më të bukura që kam. Dhe mendoj që jam me shumë fat, realisht me shumë pasërti e them gjithmonë këtë gjën, që kam mundësinë të kem një mikrofon, të flas, dhe pse jo të jem edhe zëri I njerëzve të tjerë. Qofshin dhe pak, nuk ka rëndësi. Mendoj që jam në një pikë që do duhet të shërbej edhe njerëzve të tjerë, pra jo vetes time. Thjesht fakti që unë dal në televizion apo jam personazh publik nuk është se më jep ndonjë plus. Nëse u shërbej të tjerëve po. Jeti nga ato që nuk jeton dot pa televizion tani? Mendoj që po. Po. Mendoj që po, kam përshtypjen që do jetë një grop shumë e madhe. Domethënë në shpirtin tim flas. Kam unë Engjin, dua ta them këtë fakt. E njoh që kur kemi qenë fëmijë, ne njihemi me njëra tjetrën me anë të kompeticioneve muzikore ku shkoni me hera herës konkurrente, hera herës. Ti nuk e di këtë. ChatGPT-ja sa tha këtë. ChatGPT-ja sa tha gjë. Edhe unë pyeta chatin e konfirmoj, me Engjin kam qenë, Engjin keni qenë kur keni qenë fëmijë. Sa I di dhe gjëra më shumë se sa ne. Po, kemi qenë në një festival të dyja bashkë. Unë mbaj më shumë mirë atë periudhën. Edhe unë jashtëzakonisht atë tim apo thjesht kishe vetëm do ta konfirmoj. Doja ta riktheja te kjo që sa e rëndësishme është të ndjekësh ëndrat, se je një fëmijë që kur ke qenë fëmijë, ti e ke ndjekur, ke qenë prezente, je investuar, është diçka se shohim këtë pjesën e edukimit, po kjo është përtej ëndrës në rastin tënd konkret. Sa e rëndësishme është të mos heqësh dorë. Unë mendoj që është shumë e rëndësishme dhe sidomos në disa momente të caktuara që realisht bëhet pak e vështirë, se unë mendoj që ne gjithë mërzitemi, ndoshta zgënjehemi ndonjëherë, ka momente që thua diçka nuk po e provoj më këtë gjën se duket sikur s'po e dal ose sikur po dështoj. Pra ndoshta maksimumi yt ose potenciali yt më I madh në një pikë të caktuar ndoshta nuk është dhënë për publikun dhe thua nuk do ta bëj më këtë. Po pikërisht në ato momente
aty e kam kuptuar që ti e ndan nëse pasioni edhe ajo dashuria e madhe për artin edhe për atë që un kam bërë për gjatë viteve ka qenë fort. Do shumë guxim, do shumë punë. Me thënë të drejtën, është sigurisht puna imja se do disiplinë, pra të bësh pasionet edhe ëndrat në rastin tim artin, muzikën, televizionin dhe nga ana tjetër, ku diun të kesh dhe një mama që ishte shumë kërkuese për të marrë nota të mira, se sigurisht për prindrit tanë, për brezin e prindërve tanë, ai është shpëtimi. Ai ishte shpëtimi më i madh, që ti në shkollë ishe absolute, edhe ajo ka qenë shumë kërkuese. E vogël nuk e kuptoja deri diku. Domethënë më duket edhe sfilice se më thoshte nëse ti nuk del mirë me mësime, do të heq urgjent nga të gjitha kurset, nga të gjitha aktivitetet artistike që bën dhe kjo gjëja më nga pasione domethënë. Po, nga të gjitha pasionet e tua dhe e kishte seriozisht, e bënte, ishte Hitleri themun. E bënte domethënë regjim ushtarak. Tani që e mendoj që ka bërë mirë sepse më ka shtyr të mos heq dorë dhe më ka disiplinuar edhe më ka përgatitur dhe për realitetin tani dhe për punët që bëj tani. Unë nuk heq dorë kollaj. Me që si jemi te disiplina, çfarë është një rutinë e përditshme që e bën çdo ditë sido që ti kesh punët, ndaç e zën, ndaç bëj wake up. Sido që ti ke disiplinë. Çfarë do më ti? Jemi në pizza. Deshe, kokën ke puna. Tani për të qenë realist, ti ke bërë një karrierë artistike këto vite, më shumë se po, më shumë se më përpara. Po, e vërtet, shumë e vërtet. Tani mendon ti që karriera është më e rëndësishme se dashuria në jetë? E vështirë se kam dhe zemër këtu për ata që nuk na shohin po na dëgjojnë dhe shikoni në YouTube. E ke kthyer kështu atë zemër, nuk e ke. Këtë zemra mrapsh. What is that? Tani e çova në rregull. Tani është mirë, po. Unë mendoj që të dyja janë shumë të rëndësishme. Edhe pse unë jam në një pikë të jetës time e the shumë bukur, që asnjëherë më parë nuk kam qenë po themi kaq ndoshta në vëmendje ose të bëj realisht gjëra që unë dua dhe të shpërfaqem ashtu siç duhet dhe aq sa duhet. Pra, më përpara kam investuar, tani po del puna, po themi, dhe dua ta mbaj fort. Po nga ana tjetër, unë jam dhe shumë I love, tha. Domethënë e dua shumë dashurinë. Edhe Ç'është njëti? Unë jam peshore. Peshore me një çik dëm brenda. Edhe më pëlqen shumë familja, dashuria, kështu që mendoj që do t'i bëj të dyja. Tani e vërtet është jam në një pikë që po bëj shumë punë, edhe po e shijoj këtë gjë, them okay, mendoj që është momenti për të bërë këtë gjë, por në momentin që do vi dashuria, pra do fokusohem dhe aty, do jetë absolutisht edhe një gjysmë tjetër shumë e fortë ime. Jeti nga ato që i lë të gjitha për dashurinë? Jo, nuk i lë të gjitha, di pse, sepse mendoj realisht për te klisheve që dashuria vërtet nuk të kërkon ty të heqësh dorë nga vetja jote. Realisht e mendoj këtë. Dhe absolutisht kam patur raste në jetën time që nuk më ka kërkuar askush të heq dorë nga pasionet e mia dhe kjo vërtetohet. Po i bëj punët e mia dhe pasionet e mia siç duhet. Çfarë mendimi ke për karrierën? Është për një grua, është më mirë të bëj një karrierë politike apo artistike? Unë mendoj në radhë të parë, jo vetëm për një grua, por për çdo njeri është shumë e rëndësishme të bëj atë që do, që ja ndjen shpirti dhe zemra. Cila domethënë zgjedhja e tij. Duke marrë kushtet e Shqipërisë flas. Duke marrë kushtet e Shqipërisë, sa kjo. Domethënë kjo pyetje tani kështu. Do ja japësh përgjigjen ose? Jo, do ta jap pa problem. Shiko, mendoj nuk do ta bëj dramatike. Të jesh grua në Shqipëri është e vështirë. Nuk është e lehtë. Ne jemi shoqëri patriarkale, ndonjëherë i them edhe unë vetes time si grua që po e ke parasysh këtu një çik më feminile, po këtu një çik më e butë, një çik po ndonjëherë realiteti është aq domethënë i rënd të mos i jash për ndonjëherë saqë do duhet të kalosh prapë në atë versionin tënd shumë të fuqishëm, ndonjëherë ta kuptojnë, thon arrogante etj, po çëndsi ka kjo. Po mendoj që puna është e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme. Në shoqërinë tonë është politikë, është art apo nuk ka rëndësi. Puna është e rëndësishme dhe mendoj lidhur dhe nga eksperjenca ime personale që edhe në momente shumë të vështira në jetë puna më ka nxjerr nga balta, unë mendoj që puna është kaq e rëndësishme dhe puna e vetes tënde. Pra investimi që bën ti te vetja jote nuk të lë kurrë në baltë, vetëm ti e nxjerr gomarin tënd nga balta, askush tjetër. Ti do merresh ndërhej me politik, po mos e përgjigjen sepse kemi pak reklam. Kam shumë nuk ikën. Se kisha gati. Sa u mbush me frymën, mbas reklamës, mbas.